Kintsugi është një teori tradicionale japoneze që konsiston në riparimin e enëve të thyela prej qeramike duke përdorur rrëshirë të përzier me pluhur ari, argjendi ose platini. Në vend që të fshehin plasaritjet, mjeshtrit e kintsugit i theksojnë ato duke i kthyer në pjesë të historisë dhe bukurisë së objektit. Ky art mbart një filozofi të thellë. Dëmtimet dhe papërsosmëritë nuk janë për të fshehur, por për të pranuar dhe festuar. Kintsugi lidhet ngushtë me konceptet filozofike wabi-sabi, që vlerëson bukurinë e të përsosurit dhe kalojshmërinë e kohës. Rumi thot, vendi ku je thyer është vendi ku do të depërtoj drita hyjnore.